Pasëndishjes vllaznia Elbasanit të dielën e kaluar në Shkodër, nga tifozët e ekipit mik, pati akte vandale duke shkatruar stolat e tribunës ku ishin akomoduar në stadiumin Loro Boriçi. Jo vetëm kaq, por stolat e thyer janë përdorur për t'u hedhur drejt tifozëve të vllaznisë në tribunën qendrore. Lidhur me këto incidente, ka ardhur edhe njoftimi i policisë së Shkodrës, ku ka nisur procedimi penal për 6 tifozë të Elbasanit. Sipas uniformave blu, janë 6 shtetas të moshave nga 23 deri në 37 vjeç, të cilët në përfundim të ndeshjes së futbollit ndërmjet ekipeve KF Vllaznia dhe AF Elbasani në stadiumin Loro Boriçi, kanë shkatruar disa ndenjse dhe i kanë hedhur në fushën e lojës. Ndërsa këta persona tashmë duhet përballen me drejtësinë, policia njofton se po punohet për identifikimin e shtetasve të tjerë që kanë kryer veprime të paligjshme në ambientet e stadiumit. Po ashtu, lidhur me situatën e rendit 24 orët e fundit, policia e Shkodrës njofton se u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një shtetas 59 vjeç, banues në Shkodër. Pra si nga verifikimet rezultoi se ushtronte aktivitetin e një subjekt për çmundtimin dhe shitjen e pjesëve të automjeteve në fshatin Bërdic, pa e regjistruar në organet tatimore. Gjithashtu, gjatë kontrollit në subjekt u gjetën dhe u sekuestruan 5 automjete të dyshuara të kontrabanduara nga Mbretëria e Bashkuar. Procedim penal ka nisur edhe për një shtetas 66 vjeç nga fshati Kaç, pra si u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Së fundmi, një 69 vjeçare nga fshati Polvari, Malësisë së Madhe, ka kallëzuar se mbrëmjen e të hënës i kanë vjedhur një shumë parash në banesën e saj. Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të vjedhjes.